Të nderuar vëllezër dhe motra, përfunduam muajin e Ramazanit gjatë të cilit besimtarët me bindje, përkushtim e devocion agjëruan dhe realizuan adhurimet e tyre për hir të Zotit Mëshirdhërues. Festa e Fitër Bajramit, në prag të së cilës jemi, vjen pas një sakrifice të madhe, prandaj besimtarët musliman festojnë, gëzohen dhe janë të lumtur, nga se me plot bindje shpresojnë në shpërblimin e Allahut Madhëriplot. Gjatë muajit të Ramazanit, nëpërmjet agjërimit, zhvilluam ndjenjën e empatisë edhe më tepër. Për këtë arsye, edhe solidariteti, bamirësia, për kujdesja ndaj të varfërve dhe skamnorëve shënoi nivel më të lartë. Prandaj besimtarët gjatë kësaj feste me krenari festojnë, duke e kurorëzuar atë edhe me vizita të ndërsjellta familjare. Me këtë rast, kam kënaqësinë që në emër të Mushtinisë së Tetovës dhe në emrin tim personal, t'i përgëzoj të gjithë besimtarët për këtë festë të madhe, duke lutur Allahun Xhalleshanuhu që të na ketë pranuar agjërimin, lutjet, adhurimet dhe punët e mira që i kemi bërë gjatë këtij muaji, si dhe t'u auguroj festën e Fitër Bajramit të gjithë vëllezërve dhe motrave tona, kudo qofshin në vendlindje apo gurbet. Me fat ju qoftë festa e Fitër Bajramit.